Operacioni policor I koduar Koordinata I fokusuar në parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike vijon me intensitet në qarkun e Shkodrës. Si rezultat I kontrolleve të shtrira në të gjithë territorin, policia ka zbuluar dhe asgjësuar rreth 13.000 bimë dhe fidan kanabisativa të mbjellë në zona të ndryshme të qarkut. Në njësinë administrative Pul, shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër kanë zbuluar dhe asgjësuar 652 bimë të dyshuara narkotike. Për këtë rast, ka nisur procedimi në gjendje të lirë ndaj një inxhinieri pyesh, I dyshuar për shpërdorim detyre dhe moskallëzim krimi. Ndërkohë, në njësinë administrative Shllak dhe Temal, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vaudejës kanë gjetur dhe asgjësuar 728 fidan me kubik, si dhe 11.161 bimë të dyshuara narkotike kanabisativa, të kultivuara në sipërfaqe të pyllëzuara dhe të vështira për t'u aksesuar. Operacioni Koordinata është ndërmarrë në bashkëpunim me strukturat e inteligjencës policore dhe mbështetje të informacione të verifikuara për terrene të dyshuara, si zona të mbjella me kanabis. Policia e Shkodrës ka bërë me dije se vijon puna për identifikimin, kapjen dhe ndjekjen penale të autorëve të përfshirë në këto raste kultivimi, ndërsa kontrollet në terren do të intensifikohen në ditët në vijim. Operacioni antikanabis Koordinata është një operacion që po zhvillohet prej disa ditësh në qarkun e Shkodrës, ku një ditë më parë janë asgjësuar 19.739 fidan kanabisi në njësinë administrative Shal, Pul, Postrip, Gurizi, Vaudejës, Shllak, Temal, Puk, Fusharrës dhe Malësie Madhe.